parti pas kësaj vote? Natyrisht që pas kësaj vote jemi të bindur duke u angazhuar në maksimum si në perëndim ashtu edhe në vendlindje, duke i parë rrethanat që kanë datë këtu në vendlindje ashtu edhe në perëndim. Organizimi i gurbeçarëve ka qenë një nivel jashtëzakonisht të lartë, siç e shihni edhe vetë me autobusa, me aeroplana. Kemi ardhur këtu vetëm për 2 ditë të japim votën tonë edhe të tregojmë të gjithëve se edhe ne jemi pjesë e pandarshme e Kërçovës. Do të kisha falenderuar sidomos të Radio Televizionin Nuskana, e cila ka përcjell të gjitha këto ngjarje në perëndim, po ashtu edhe në vendlindje. Na ka përcjell hap pas hapi, duke na informuar në maksimum me ngjarjet që ndodhin në vend gurbeçarët dhe vendas. Ditën e mirë, kalofshi mirë, sukses në punë, edhe inshallah fitore, edhe gjithmonë na keni në çdo veprim na keni këtu dhe të fitohet se kemi shumë punë për të bërë, domethënë Kërçova kemi shumë punë për të bërë. Për njëre e para rëndësishme të fitohet, që s'ka dilem, e pastaj para dhe intervistë për çka për bërë dhe bisedojmë natëmëri. Ne kemi erdhur me vullnet, në opet nëse duhet, në opet vim. Kret kemi erdhur, kret me dëshirë, thonë kret. Po, na kemi ardhur për votime, votum, e ne fitoren e dim sigurt. Jo edhe mos me fitu, ky idehari na kanë fitu që na bashku kret kanë ardhur kret. Që aty e shohim na fitoren. Hiç mos fitome që na fitu fitoren si kanë ardhur kret, janë bashk. Ti kallzojmë aty që na për çdo rast jena këtu. Mos mendoj që na nuk vime, do shkojmë në Shqipëni, nuk diku. Na jena këtu edhe gjithë këtura keni. Kuala emocione, se thoni të shene vetën shqiptar, si tham mornica. Si ta se ne përshkruaj. Shumë mirë. Është menaxhim në situatë jashtëzakonisht. Po sigurisht, ka qenë qëllimi. Në shumë situatë emocionale, të emocionuar shumë jemi. Po, normalisht si gjithë kërçovarët edhe unë kam pas emocione dhe unë jam thellë i bindur se ne do ta kundërzojmë me fitore. Atë kemi premtuar prej Zvicrë dhe e dëshmuam edhe këtu në vendlindje. Për atë dua t'i falenderoj gjithë kërçovarët që na mbështetën në projektin tonë dhe e kryem këtë obligim, votuam si ma mirë dhe kthehemi tash përsëri në Zvicër. Pas votës të sotme vetëm gëzim. Vetëm gëzim, që tërsen nuk presim kur gjo fitoren, e presim edhe e dim mo me 100% se e kemi të fitume. Për që ato bashkë kemi jasë. Kandidati juën, Fatmir Dehari, i cili do menaxhojë komunën e Kërçovës, do jetë kryetar i Kërçovës. Po ne presim për një ardhmëri shumë më të mirë për qytetarët e Kërçovës. Shpresojmë që kandidati shqiptar të fitojë në këtë zgjedhje. Ashtu të kaloj si është më së miri. Gjithsesi jeni të bindur se kjo është ajo që ne kahmoti kemi shpresu që këtë ditë të arrijmë bashkarisht dhe shpresojmë ardhmja të jetë ajo që ne dëshirojmë për të gjithë. Besoj që do ta fitojmë se ky popull që ka ardhur nga diaspora ka treguar veten e ka dhënë kontributin. Edhe besojmë, gjithë besojmë që do të jetë suksesi jonë. E kishim merak të rrim në 2 ditë më tepër ta shifim fitoren të Fatmir Deharit. Do gëzoheshim më shumë, po mirë edhe kështu. Po, kemi ardhur të gjithë për të votuar dhe për të pritur të ardhmen tonë. Sot do të ktheheni? Po, sot kthehemi. Si ndjeni sot kur ktheheni nga vetë? Po, të them të drejtën, nuk ndjemi edhe shumë mirë, sepse këtu e kemi vendlindjen dhe duam të festojmë bashkë me ju. Nisën është e pamundshme. Ashtu çfarë ka qenë, si organizimet, si votimit, si nuk e di si shumë. Pas kësaj vote. Ne presim fitoren për Fatmir Deharin dhe jemi shumë të kënaqur dhe të bindur se fitoren do të marrim. Si u pritën këtu në vendlindje? Shumë mirë jemi të kënaqur dhe ju falenderoj të kretëve.
Bravo amor, kalofshi marr baba. O baba. A bestaj se. Bravo!